Lazio do të rifilloj sezonin në ndajtimin e Gennaro Gattusos dhe me një numër 9 të ri. Presidenti Claudio Lotito e di se do t'i duhet t'i ofroj trajnerit italian një qendër sulmues që mund të punojë i vetëm, të mbrojë topin për të ndihmuar ekipin të avancojë dhe gjithashtu të shënojë gola. Sipas edicionit lokal të La Repubblica, një emër i mirë për bardhëkaltërit është sulmuesi i kombëtares shqiptare, Armando Broja. 24 vjeçari nuk dëshiron të qëndrojë te Burnley dhe po përpiqet të largohet nga klubi. Anglezët e vlerësojnë atë rreth 12 milionë euro dhe një marrëveshje huazimi është gjithashtu e mundur, një opsion më i qëndrueshëm për Lacion. Pritet të shohim se çfarë do të ndodhë në ditët në vijim. Armando Broja është trashëtuar nga The Athletic si transferimi i dytë më i keq i sezonit në Premier League. Në total, bëhet fjalë për 189 emra që u afruan nga klubet e Premier League. Gazetari Tim Spears nga Londra analizoi të gjithë transferimet e merkatos. Madje u është drejtuar Coventryt, Ipswichit dhe Hull Cityt, që të mos e mendojnë Brojën si opsion. Bëhet fjalë për klube të sapo ngjitur në Premier League, siç ishte edhe Burnley në momentin që vendosi të transferonte sulmuesin e kombëtares shqiptare. Vendin e parë në listën e krijuar e mban Harvey Elliott. Ky i fundit u huazua nga Liverpooli tek Aston Villa dhe nuk dha asgjë. Në vend të parë si transferimi më i goditur, qëndron një shqiptar, pikërisht Granit Xhaka, që u ble nga Sunderland dhe u kthye në kapiten. Xhaka u vëhoqi ekipin drejt Ligës së Europës. Para se të vazhdoj me analizën e tij, gazetari anglez lë shënimin. Ju lutem o mbani mend, është thjesht për argëtim. Përshtypjet e para. Është vërtet e vështirë të argumentosh se Broja është sulmuesi që do ta ndihmojë Burnley të sigurojë mbijetesën në elitën e futbollit anglez, duke parë se në 3 sezonet e fundit, mes Chelsea-t dhe huazimeve të Evertonit dhe Fulhami, ai ka shëruar vetëm 3 gola në 58 paraqitje. Po, e lexuat sakt, nuk është gabim shtypi. Përfundimi. Duke pasur parasysh shifrën e transferimit, ai ndoshta duhet të ishte transferimi më i keq, por të jemi të sinqert, pritshmëritë ishin të ulta. 3 gola në 58 paraqitje janë kthyer në 4 gola në 84 ndeshje. Nëse je Coventry, Ipswich ose Hull City, as mos e mendo si opsion. Pasi ju zyrtarizuat si trajneri kombëtarës, zhvilluam një bisedë me Edgar Çanin, ish lojtarin tuaj tek Catania dhe kombëtaren shqiptare, i cili tha se me Maranin sulmuesit shënojnë shumë dhe Armando Broja do të bëj atë hapin cilësor në këtë aventurë. Çfarë mendoni ju? Dopo che tu hai fatto la conferenza ufficiale che sei diventato l'allenatore della nazionale albanese, abbiamo avuto una conversazione con l'attaccante Edgar Çani, che voi conosce bene, e lui ha detto che con il mister Maran i attaccanti normalmente segnano tanto, così sarà un momento anche forse per Armando Broja per provare anche se stesso in questo caso. Mi fa piacere che così lo saluto, non ho ancora avuto la possibilità di salutare Çani. Mi fa piacere abbia detto questo. È vero che quasi sempre gli attaccanti con me hanno raggiunto il massimo delle realizzazioni, hanno il record di gol nelle loro stagioni. Questo significa che la squadra costruisce sempre molto per poter far sì che si realizzi, che l'attaccante possa fare molti gol. Se fa molti gol vuol dire che i risultati probabilmente è più facile che siano favorevoli, e per cui questo è un buon segno. E io credo che questo possa aiutare Broja, ma possa aiutare anche gli altri attaccanti. Credo una nazionale non ha bisogno di più giocatori perché si gioca in più fasi, perché si giocano partite ravvicinate. E io spero, sono convinto che quello che faremo, il lavoro che porteremo in campo aiuterà i nostri attaccanti a diventare più prolifici e riuscire a fare tanti gol che servono a questa nazionale che ne ha bisogno di gol. Jam I lumtur, jam I kënaqur për atë që ka thënë, fakt dhe gjej rastin dhe për të përshëndetur Edgar Çanin. Është e vërtetë, në fakt gjatë punës time ka rastisur gjithmonë që lojtarët kanë arritur të shënojnë një rekord golash për gjatë sezonit dhe sigurisht që kur skuadra ndërton shumë do të thotë që edhe ndihmon dhe sulmin që të shënojnë. Në këtë rast sigurisht nëse arrin të shënosh dhe rezultatet mund të jenë më të favorshme dhe kjo është një shenjë e mirë për skuadrën. Kjo gjë mund të ndihmojë Armando Brojën, por mund të ndihmojë edhe lojtarët e tjerë dhe sulmuesit e tjerë. Sigurisht sepse në një kombëtare sa më shumë të
punohet në grupe dhe të arrihet të ketë rezultate edhe nëpërmjet golave, është diçka që dhe unë jam i bindur fakt që me punën që ne do të bëjmë në fushë, do të ndihmojmë sulmuesit, por edhe në përgjithësi gjithë skuadrën që të arritë goli dhe sigurisht që pas golit vinë edhe rezultatet. Sabina. Përshëndetje, Sabina Mete, RTS Sport. Së pari suksese në këto dy sfida miqësore. Pam emra të rinj dhe rikthime në listën tuaj, gjithashtu edhe emra që mungojnë, siç është ai Ivan Balliut. Një lojtar që shkon në finalen e Conference Ligës, pavarësisht se nuk luan. Kemi luksin të mos ta ftojmë ose cila është arsyeja pse mungon në këtë listë? Faleminderit. In bocca al lupo prima di tutto e anche abbiamo visto dei rientri che i giocatori che hanno rientrato con la nazionale, ma abbiamo visto che manca Ivan Balliu, un giocatore che anche se non ha giocato è stato parte della squadra giocando nella partita nella finale di Conference League. Perché qual era la ragione che lui non fa parte della lista? Io ho parlato con Ivan 3-4 giorni fa e lui è stato molto onesto e mi è piaciuto molto perché si è preso del tempo perché anche lui non sa se continuare questa sua avventura con la nazionale e mi ha chiesto di prendersi questo tempo che a me sembra giusto a un giocatore così dargli questo tempo perché mi sembrava doveroso, un giocatore che ha fatto tanta nazionale e che in questo momento ha bisogno di capire se andare avanti con la nazionale, solo per questo. Kam folur me Ivan Balliun 3-4 ditë më parë dhe në fakt ka qenë shumë i sinqert në konstatimin e tij që nuk e di ende nëse do të vazhdoj të luaj për kombëtaren edhe kishte nevojë për pak kohë, të merrte pak kohë për të vendosur edhe mua më duket kjo është gjëja e dur, sigurisht një lojtar i cili ka bërë për kombëtaren, ka luajtur shumë ndeshje për kombëtaren dhe besoj se është gjëja e dur në këtë rast që ai të marrë kohë për të menduar. Sina. Përshëndetje, Ervin Sina, Vision Plus. Suksese, mister. Aventurën e re. Fakt është një pyetje që do të kisha dashur ta bëja që në momentin e prezantimit, po rikthehem, duke parë edhe listën, sepse është shumë aktuale edhe si pyetje. Duke marrë në konsiderat që ka shumë pakresi në raport me atë që unë paktën kisha pritshmëri. Kjo është një pritshmëri personale. I gjithë opinioni publik sportiv, nëse ka pasur një element me cilin natyrisht evidentohej një lloj shqetësimi në epokën e fundit, ka qenë dëshira për të parë më shumë lojtarë të rinj në kombëtare, futbollistë të cilët kanë më shumë minuta në këmbë dhe që duhet të ketë më shumë hapësirë, sigurisht është rasti i Muçit që në këtë rast është dëmtuar, Anis Mehmeti që ka bërë një sezon të shkëlqyer, vëllezërit Shpendi në Itali, njëri prej tyre është rikthyer tashmë. Për ju është më e rëndësishme të konfiguroni skuadrën për Euro 2028 dhe thënë këtë mund guxoni në Ligën e Kombave apo presioni i risultatit është më i njershëm për ju? Considerando che non ci sono poche novità, diciamo, dei nomi dei giocatori, e sempre si è parlato anche nell'opinione sportiva qui in Albania che dobbiamo avere nuovi giocatori che fanno bene anche con le loro squadre, hanno più minuti, come per esempio Muçi, ma che lui è infortunato in questo caso, o Anis Mehmeti o forse anche i fratelli Shpendi, che uno di loro è rientrato con la nazionale. Per lei è più importante configurare, diciamo, la squadra per l'Euro 2028 o la pressione del risultato è attuale in questo senso? No, allora, siamo tutti affamati e vogliosi di fare il risultato sempre, perché credo che vincere aiuta a vincere. Questo però, la mia convocazione, ripeto, avendo avuto poco tempo, è stato anche difficile andare fuori dalla waiting list. E ha tenuto conto di questo e ha tenuto conto anche di andare avanti, cercando di capire tutto quello che c'è di buono su un blocco che ha fatto bene, che ha fatto come è stato fatto insomma fino a poche partite fa, e capire cosa può servire dopo, da qui in poi, cosa può servire appunto per portare quello che è il mio calcio e spero per migliorare quello che può essere i risultati di questa nazionale. Per cui le considerazioni sono queste, non è la pressione o la voglia di vincere c'è sempre, noi dobbiamo averla perché ci sono dei nostri tifosi che vengono a sostenere la squadra, che hanno voglia di vedere giocare a calcio, hanno voglia di vedere la squadra vincere, perché poi vincere ci si diverte di più. Se si fanno solo esperimenti, tante volte non ti fa crescere come se magari fare gli esperimenti misurati ma vincendo. Per cui cerchiamo di avere tutte e due le cose, di essere determinati sia sull'una che sull'altra cosa, perché io credo che ci siano i presupposti per poterlo fare, per far bene. Sono partite queste
delicate, ma delicate non per l'avversario, delicate perché arrivano a fine stagione, è una fine stagione che per tanti è stata dispendiosa, è stata difficile. Chiederò un sacrificio, ma questi giocatori ho già per quanto ho sentito, ascoltati, visti, e ho già percepito che c'è grande disponibilità da parte loro da fare queste ultime due match in maniera forte, in maniera convinta, e questo per me è già un buon inizio. Poi verrà tutto quello che hai detto tu, che cercheremo di inserire, di vedere, ma questo lo voglio fare un po' quando avrò ben chiaro tutto quanto. Sigurisht ne jemi gjithmonë të uritur edhe jemi krenar për të arritur rezultate të mira, por siç e thash edhe më herët, ka qenë pak kohë në fakt në dispozicion, sepse jam referuar shumë edhe waiting listës që tashmë ishte e dërguar. Sigurisht që ne do kërkojmë dhe do mundohem të kuptoj se çfarë është funksionale dhe e mirë tashmë në bazën e lojtarëve të cilët edhe kanë bërë mirë në ndeshjet, sidomos në ndeshjet e fundit të kombëtares, dhe sigurisht duke marrë atë çfarë mund të shërbej edhe asaj ideologjisë të futbollit që unë dua të luaj. Sigurisht që nuk ka presione, ka vetëm dëshirë për të fituar, dëshirë sigurisht edhe për të pasur rezultate të mira, edhe për tifozët të cilët gjithmonë e mbështesin skuadrën edhe duan patjetër që skuadra të fitojë. Sigurisht jo duke eksperimentuar, pavarësisht se eksperimentet të cilat janë të matura edhe mund të çojnë tek rezultatet janë pozitive, sepse nëpërmjet eksperimenteve jo gjithmonë vjen rritja. Dhe unë besoj që këto janë kushtet për të bërë mirë me skuadrën. Sigurisht që është një moment delikat, duke qenë se është fundi i sezonit edhe lojtarët vinë edhe të lodhur, të ngarkuar nga ndeshjet që kanë bërë, por sidoqoftë nga ajo çfarë unë kam komunikuar dhe çfarë kam parë deri më tani, ka një sens sakrifice të madhe nga lojtarët edhe disponibilitet shumë të madh për të qenë gjithmonë pranë